Hadithi parë që do të flasim sot me emrin e Allahut Azza wa Jalla është hadithi cilën e transmeton Imam Bukhariu edhe Muslimi prej Omerit radhiyallahu ta'ala anhu se ka thonë: e kam dëgju pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thonë: innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كثونا أمير رضي الله تعالى عنه أكمني بيغمبير صلى الله عليه وسلم دوكثون مدفرتت veprat shpërblehen sipas njetëve. Me të vërtet vepra shpërblen sipas njetëve. Edhe çdo secilit i takon shpërblimi apo dënimi mbazë asaj në cilën e ka bën njetë. Thot faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Thot nëse hijreti i dikujt na ka qenë për Allahun edhe pejgamberin e tina, shpërblimin e merr për këtë. E thot wa man kanat hijratuhu ila dunya li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. E kush bën hijret për ndonjë çështje dunjos apo ndonjë grua me martu, atëherë thot fe hijratuhu ila ma hajara ilay, atëherë ai do ta ket si shpërblim apo dënim ato për cilën ka bën hijret. Fillimisht sahabia i këtij hadithi është Umar ibn al-Khattab ابن نفيل الهذلي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. E ka pranuar Islamin sa kanë qenë në Mekë. Pastaj ka bën hijret tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, edhe Islami, edhe pranimi i Omerit Islamin e ka bën që feja të përhapet më të madhe pasi që ky e ka pranuar Islamin, ka vdekën në vitin 23 sipas hijretit, shahid, Allahu na bashkoft me të në xhennet. Khilafeti sa kanë vazhduar xhulafa ar-rashidin Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu, sa ka qenë periudha e tyre? Abu Bekri sa ka qenë? Ka qenë Abu Bekri 2 vjet e 3 muaj. Omeri ka qenë khalife 10 vjet e gjys. 10 vjet e gjys. Uthmani ka qenë khalife 12 vjet. Ndërsa Aliu sa ka qenë? Ja. Ka qenë 4 vjet e 9 muaj, edhe 6 muaj ka qenë Huseini djali i Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Do të thotë 30 vjet. E për këto se khilafatur rashida ka mërkon në 30 vjet, ka ardhur hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili gjendën sunenin e Abu Dawudit radhiyallahu ta'ala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë hadith innamal a'malu binniyat. Me të vërtet vepra shpërblen sipas niyetit. Këtë hadith është për qëllim me veprat cilat kanë të bëjnë me fenë e Allahut azza wa jall, veprat shar'iyye, cilat kanë të bëjnë me legjislaturën islame. Binniyat, niyat është shumë se i fjalës nije, njetët, shumë se i fjalës nije. Njet do me thonë bindja me zemër, edhe dëshira për të vepru diçka. Hijret do më thotë shpërngulje prej një veni në venin tjetër. Kjo është në kuptimin gjuhësor. Dërsa në kuptimin e sheriatit do në me thonë në shpërngulje prej venit shirkut, prej venit kufrit, ku nuk ke mundësi me praktiku dinin e Allahut azza wa jalla, për në venet islame, cilat praktikimi fesë Allahut azza wa jalla është i lirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po na tregon pozitën edhe vlerën cilën e ka njeti në punët e robit. E për këta, Imam Shafiu rahimahullah ka thonën se që ky hadith
është 1/3 e fesë. 1/3 e fesë. Edhe thot e kam meditu këtë hadith edhe e kam pa që në 70 kapituj dispozitave islame mundet me hyen këtë hadith. Nërsa Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala ka thonën 3 hadithe janë rreth cilave sillet krejt feja e Allahut azza wa jalla. 3 hadithe janë rreth cilave sillet krejt feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Hadithi i parë është hadithi i Omerit. Innamal a'malu binniyat. Çka ky hadith? Çka kem të fol tash? Me të vërtetë vepra shpërblen sipas nijeteve. Hadithi i dytë është hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Kush shpik në fejen tonë diçka tjetër që nuk është prej saj, ajo gjë është e refuzuar. Do thot hadithi i dytë, hadithi i Aishës. Hadithi i tretë është hadithi Nu'man ibn Bashirit radhiyallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "El halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat." Hadithi i qartë. Halali është i qartë, harami është i qartë, ndërsa mes tyre ka gjëra dyshimta. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me kush i largohet gjërave dyshimta, ai vetë se ka rujt fejen e vet, dhe ka rujt derën e vet, dhe ka rujt dinin e vet. Për këtë pastaj Abdulrahman ibn Mehdi rahimahullah ka thonë kush dëshiron me shkruaj ndonjë libër, le të filloj me këtë hadith. Innamal a'malu binniyat. E të e pas parasysh dietarët rëndësinë e këtij hadithi, shumë prej tyre kanë filluar librat e tyre me këtë hadith. Nëse ka fillu dikush, me cilën hadith ka fillu Imam Bukhariu? E ka fillu mu me këtë hadith. E ka fillu mu me këtë hadith. Innamal a'malu binniyat. Edhe është interesant subhanallahu se i vetmi që e transmeton këtë hadith me krejt vlerën edhe pozitën e madhe që e ka dinin Allahu azza wa jall, ky hadith është në shkencën e hadithit i thonë gharib, që transmetohet për njerëzve pak. E Omeri radiallahu ta'ala anhu i vetmi është e transmeton këtë hadith. Nuk ka sahabi tjerë. Janë transmetuar rrugë tjera prej Ebu Hurajrës, prej Ebu Said al-Khudrit, prej Xhabirit, e shumë rrugë tjera, mirë po asnjë nuk është e vërtetë. Përveç rrugës e cila transmetohet përmes Omerit radiallahu ta'ala anhu. Dhe hadith është i vërtetë, nuk ka fije dyshimi në ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam fillim këtij hadith po thotë innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë vepra shpërblen sipas niyetit. Pastaj po thotë wa innama likulli imri'in ma nawa. Edhe çdo secilit i takon ajo çka ka bën jetë. Nëse ndalim e shikojmë çto i dy fjali, fjalin e parë që vepra shpërblen sipas niyetit, edhe e dyta, çdo secilit i takon ajo çka ka bën jetë, çfarë dallimi ka mes kësaj fjalës së parë dhe dytës? Vepra që ka bën pas niyetit, ka kanë shpërblimin e dallimit. Po, kjo është për qëllim. Tash do thot innamal a'malu binniyat, me të vërtetë vepra shpërblen sipas niyetit, ti tash je i lirë me i zgjedh veprat. A tash po don me vepru diçka. Tash ti ai i cili vendos niyetin qoftë të mirë apo qoftë keq. E vendos niyetin qoftë për mirë apo qoftë për keq. E tash li kulli imri'in ma nawa, çdo secilit i takon sevapi ose gjinohi në bazë atij niyetit çka e ka bën më herët. Veprat apo niyetit i përmendur në këtë hadith, dietarët kanë thonën se ka dy kuptime. Kuptimi i parë është niyeti i cili i dallon, bën dallimin mes gjërave. Bën dallimin mes gjërave, njërës prej tjetrës. Për shembull tash, kem shef njerëz sot, cilët nuk han edhe nuk pin, për shka? Për me mojtën dietë, shpithojnë të na. Apo? Mirë po të njëjtën kohë, e kemi edhe Ramazanin afër. Apo dhe dikush po don ma xhiru të hanë tejte. Ai nuk han, edhe ky nuk han, nuk pin. Tash cilo është dallimi? Niyeti është ajo e cila e bën dallimin mes çeti personit që nuk han edhe nuk pin për dietë, edhe çeti personit që nuk han edhe nuk pin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Apo njëri tash
po qohet më falë në kohën e i qindis. Po qohet më falë në kohën e i qindis. Ai tash kur ngritet me u falën e bën niyet me e falën namazën e i qindis. I qindia 4 recate, dreka 4. Për shembull tash për bashkon, ndoshta pa afrohet kohën e drekës pa fal shumë vonë. Pak para se me një kohë e qindis. Tash niyeti është ajo e cila e bën dallimin mes namazit drekës edhe mes namazit të i qindis, apo edhe veprave tjera, çfarë do qofshin ato. Ndërsa kuptimi i dytë i niyetit që kanë thonë ulemoja është për qëllim se ti me që të punën tonë dhe kënë e ki për qëllim. A e ki Allahun Azza wa Jalla? A e ki Allahun edhe dikën tjetër? Apo nuk e ki Allahun Azza wa Jalla fare me këtë niyet, me qëllim, mirë për ki krejt dikën tjetër. E për që të llojt niyetit, ulemoja flasin. Edhe shpesh i nin në për libra edhe e gjen termin el-ikhlas, sinceriteti. Kanë për qëllim çet lloj niyeti që kanë folën ulemoja me sinceritet. Se çet vepër ai të bëj për hir të Allahut Azza wa Jalla apo jo. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Mulk: "Walladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allahu Azza wa Jalla është ai i cili ka kriju vdekjen edhe jetën, në mënyrë që t'ju sprovoj juve se cili prej jush është më vepër mirë. Ka thonë në Fudail ibn Iyad rahimahullah, është për qëllim, thot, me këtë ajet, se cili prej juve është më vepër mirë, ma ahsanahu wa ma aswabah. Ka thonë se cili prej juve është më vepër mirë, thot se cili po e bën më bukur edhe më të mirë atë vepër. Ka pas për qëllim me këta ikhlasin, sinceritetin, niyetin e pastër për Allahun Azza wa Jalla, edhe ajo vepër me u konën pajtueshmëri me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Me konën pajtueshmëri me hadithet, do të thot, me sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Ka thonë Allahu në Kur'an: "Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا." E kush don edhe kush llogarit në takim me Allahun Azza wa Jall, فليعمل عملا صالحا, let punon punë të mira, ka për qëllim që ato punë që janë pajtueshmëri me veprat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi me sunetin e tij, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, edhe mos t'i bën Allahut Azza wa Jall shok në adhurim, ka për qëllim niyetin e pastërt të jetë i sinqert ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Fjalën niyet edhe shqip e keni një me bën niyet, e keni një këtë fjalë. Në Kur'an, shumëtën e rasteve, në Kur'an, hadithet tjera të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe në fjalë selefëve shpesh e gjon me fjalën el-ibtigha, që do me thonë me kërku diçka. E gjon me fjalën el-ibtigha. Ka njëherë e gjon me fjalën el-irade, me dëshiru diçka. Thot Allah subhanahu wa ta'ala se argument për këto: "Minkum men yuridu ad-dunya wa minkum men yuridu al-akhirah." Ka për juve që e doni dunjon, ka dikush për juve që e don dunjon, ndërsa ka për juve që e doni edhe ahiretin. Me fjalën yuridu el-irade, dëshir, ka për qëllim niyet. Do thot dikush ka niyet dunjon, e dikush ka niyet ahiretin. Pastaj ka thonë me një ajet tjetër: "Men kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthih, wa men kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib." E kush dëshiron, edhe ka synim, e ka niyet ahiretin, thot na kena me jashtuen ati edhe më shumë. E kush don dunjon, ja japni nasibin e tina, pjesën e tij që e ka këtë dunjon. Ndërsa për ahiret ai nuk ka hise hiç. Për ahiret ai nuk ka hise hiç. Gjithashtu, prej fjalëve që apo çish me thonë në shqip, në radefet, shqip i bjen sinonime. Prej sinonimeve termit niyet
është termi al-ibtigha. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an: "Wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha mardatillah." E shembulli i atyne cilët shpenzojnë rrugën e Zotit ibtigha mardatillah, duke patur për qëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ato punë cilat nuk ka sinqeritet në to hiç. Janë ato punë cilat nuk ka sinqeritet në to fare. Fillimi edhe mbarimi i tyne është syefaqësia. Fillimi edhe mbarimi i tyne është syefaqësia. Çeto punë në çetë metodë besimtari nuk ka mundësi me i bë. Allahu Azza wa Jall për munafik çka ka thonë? Ka thonë Allahu në Kur'an për ta, a janë fal munafik? Janë fal munafik, ku në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë fal. Mirë, po çka ka thonë Allahu Azza wa Jall për ta? Ka thonë surën Nisa: "Wa idha qamu ila as-salati qamu kusala." E kur ngritën ata munafikt për namaz, ngritën edhe të konë për tac. Ngritën të konë për tac. Thot yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. E bojnë ato punë veç për syefaqësi, e bojnë atë namaz veç për syefaqësi, edhe Allahun Azza wa Jalla se përmendin thuja se hiç. Që kjo punë, nëse fillohet me qëtë njetë, duke mos patur qëllim Allahun subhanahu wa ta'ala, kjo punë është e refuzune komplet. Komplet është e refuzune. Edhe pronari i sajna meriton dënim prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po tasht, kem persona cilën ngritën me u falen. Ngritën me u fal. Apo ka fillu me bon e punë të mirë. Fillimi i punës është me njetë pastërt. Pastaj gjatë njetit to e bohen, vjen shejtoni e cyt ato edhe ja hek njetën me cilën ka filluar. Çeto ekziston mos pajtimi të dietarët. Se çfarë punë është e pranuna nuk është e pranuna tash. Do thot ka filluar me njetë pastër për Allahun Azza wa Jalla, mirë po ka ardhën shejtoni dhe ja ka largu mendjen prej çati njëti që ka filluar punën e vet. Në çet rast ka ndodhur mos pajtimi të dietarët, mendimi më i qëllun është se ai person shpërblehet mbaz çati njëti që ka filluar. Ka fillu punën për hir të Allahut Azza wa Jalla edhe shpërblehet për çat njëti. Ndërsa i paksohet për shpërblimit të Zotit në bazë cytjeve që ja ka bërë shejtoni dhe ka larguar prej punës. Të mirë. Mirë po duhet me i kushtu rëndësi shumë, se fundi i veprës duhet në tjetë qysh ka filluar. Filluar me sinceritet për Allahun Azza wa Jalla, ka ardhur cytja e shejtanit të largoje. Mundohu me larguan, që përfundimi i sajna tjenë pajtueshmëri me njëtën cilën e ke filluar në fillim. Këto janë pikat kryesore rreth çeti hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam.